Dhe tani një nga setet e mia të preferuara, seti 250.000 lek. Unë e di që këtë set e kam organizuar për herë të parë kur po bëja valizhen e maternitetit të Omerit. Është një set që e përgatis me shumë dashuri, përmban gjërat e bebit dhe të mamit. Në këtë set këtë radhë kam përfshirë këtë setin velvet të trash nga koleksioni i ri, edhe batanien e ka të plot, pambuk në një anë, velvet në anën tjetër, edhe ka elementet që janë super të nevojshme, siç është tutina, kostumi po velvet tut me bluzë, dhe brenda këtyre vendosen kështu badi, tutin trupore në materialin e pambukut. Ka gushore, ka doreza të velvetit, ka puç velveti, pecetën e pambukut. Tani kemi shtuar një tutin tjetër, e cila është me thurje, ju mund t'i alternoni, për shembull, këtë me thurje mund t'a përdorni për të nxjerrë nga materniteti, dhe ka edhe kapuçin me thurje dhe tutinën. Total janë 3 veshje për të dalë. Këtu kemi 2 badi të gjata dhe 2 paltuta, gjithashtu mund të përdoren edhe thjesht badi tut në shtëpi ose poshtë rropave kur janë për të dalë. Këtu kam vendosur për të përforcuar veshjen badi kanatiere të brendshme të karamelit. Përveç batanies së velvetit, unë kam shtuar një nga këto batanie tona hit, që janë shitur aq shumë dhe janë kërkuar dhe pëlqyer aq shumë. Është batanie e trash dimërore. Kemi shtuar set me 3 napa të fanellatit, do thoni ju për çfarë përdoren. Këto janë dhe për te koshi maternitetit, edhe për të mbështjell, për gjithandej, edhe për të fshirë. Një peshqir të mojnojit, pambuk 100%, goxha i bollshëm, dhe 10 peceta të pambukut me 2 shtresa. 28-28 janë si format. 2 palë të çorapeve, të gjitha këto tutinat janë me këmba, unë kam shtuar dhe 2 çorape për siguri, 3 gushore të pambukut, 2 kapuça pambuk dhe 2 palë doreza, për shembull kur është në shtëpi bebushi mund të përdori këto që janë pambuk, edhe për mos gërvisht tyren, po edhe për të mbajtur ngrohtë. Biberonin e Suavinexit edhe çuçin e Suavinexit, letra të lagura bambu dhe pelena bambu. Kam shtuar dhe një krem për pelenën po nga bambu. To janë për bebushin ton. Tani në të njëjtin set unë kam shtuar edhe gjërat e mamit, maternity pads, këto pelenat, 2 palë mbathje pambuku, këtë pecetën intime, edhe një kostum, edhe një fustan, plus dhe 2 palë të recipetave. Një super set, 250.000 lek totali.